Në Korçë u çelë ekspozita Udhëtim nëpër Ballkan te rumunët e Bullgarisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në kuadër të ditës së romanitetit ballkanik. Aktiviteti solli në vëmendje historinë, gjuhën dhe trashëgimin kulturore të komuniteteve rumune në rajon përmes fotografive të realizuara gjatë kërkimeve në teren nga studiuesja Manuela Nevaç. Dita 10 maj, e cila përkon me fitimin e të drejtave kulturore, gjuhësore, gjithashtu fetare të komunitetit rumun në periudhën e perandorisë osmane dhe gjithashtu dita e mbretërisë rumune në periudhën kur mbretëria rumune në atë kohë ka bërë përpjekje shumë të mëdha diplomatike që këto të drejta të fitojnë për komunitetin rumun në gjithë Ballkanin. Gjatë aktivitetit studiuesja Manuela Nevaç mbajti ligjëratën me temë Rumunët në Bullgari, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëri, ku solli një panoramë të historisë, identitetit dhe ruajtjes së gjuhës te këto komunitete. Është hera e dytë që vim në Korçë për këtë aktivitet. Përmes këtij studimi synojmë të mbështesim komunitetet rumune në të gjithë Ballkanin dhe t'i inkurajojmë të ruajnë dialektin rumun, zakonet dhe traditat e tyre, në mënyrë që ky identitet të vazhdojë të jetojë. Njëkohësisht, dëshirojmë që ata të vijojnë të japin kontributin e tyre, ashtu siç kanë bërë historikisht në shtetet ku jetojnë. Në vijim të aktivitetit u ndanë edhe certifikata vlerësimi për disa personalitete që kanë kontribuar në ruajtjen dhe promovimin e kulturës rumune, mes tyre edhe Elvis Toçi, konsul nderi i Rumanisë në Korçë. Nuk mund ta quaj punë, por quaj një përpjekje për të lidhur sa më shumë komunitetin shqiptar, komunitetin rumun me Rumaninë. Dhe kjo është një mision që ne në breza kemi pasur, ne ruajmë gjuhën tonë dhe ky është një mision që duhet e kalojmë fëmijëve tanë. Ekspozita u organizua nga Instituti Kulturor Rumun në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore Rumunët e Shqipërisë Dega Korçë dhe Qendrën Rumune të Informimit në Korçë. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përfaqësues të institucioneve vendore, studiues, personalitete të jetës kulturore, si dhe ambasadori i Rumanisë në Shqipëri.